Serbia për kualifikimin në kampionatin evropian të vitit 2016, dy ndeshjet më të vështira ndoshta do t'i ketë me Armeninë dhe Shqipërinë. Shtypi serb i cili nuk merret shumë me reagimet, por me vlerësimin e ndeshjeve dhe kombëtarëve vlerëson se Shqipëria nuk është një rival i lehtë për t'u përballur. Selektori në detyrë i Serbisë Lubin Kodrulovic ka vlerësuar se favorit do të jetë Portugalia, ndonse sipas tij Shqipëria dhe Armenia janë të papërshtatshme kur luhet në territoret e tyre. Gazeta Blici ka bërë një histori klubeve, ndërsa për Shqipërinë thotë se ylli i Lazios, Lorik Cana, është kryesori në kombëtare dhe vlerëson se mund të dilet në krye me koncentrim të mirë. Televizioni B92, i cili ka redaksin më të zhvilluar të sportit, në një analizë thotë se fati nuk ka qenë në anën e Serbisë. Duke përmendur edhe Lorik Canën, thotë se serbët do të kenë përballë lojtarët më të mirë të Evropës për t'i arritur qëllimit. Në Tiranë dhe Franca e ka pasur të vështirë, vlerëson B92.